Një burr në Kaliforni mori $20 milion nga një pagesë shpronësimi nga qeveria. Në vend që të blinte një shtëpi ose një makinë luksoze, ai vendosi të transferohej në një hotel me 5 yje. Çmimi ditor ishte $600. Gjatë qëndrimit të tij, shpenzimet e tij mujore arritën rreth $15,000. Çdo ditë, ai shijonte një bufe mëngjesi me mbi 40 mundësi dhe shërbime si ujë falas, pastrim elektrik dhe parkim, të gjitha të përfshira pa kosto shtesë. Uji i ngrohtë ishte i disponueshëm në çdo kohë. Pastrimi i shtëpisë ndërronte çarçafët çdo ditë dhe dhoma pastrohej çdo ditë. Duke jetuar me interesin mujor, i cili te i kalonte $50,000, ai bëri një jetë luksi dhe rehatie në hotel. Më vonë, ai aplikoi për një punë në një agjenci pasurish të patundshme. Ai tha menaxherit se nuk i interesonte rroga, thjesht donte të mësonte si të shiste prona. Menaxheri i bëri përshtypje, i ofroi pagë minimale. Kolegët e tij qeshën pas shpine, duke menduar se ishte naiv. Por një muaj më vonë, ai bleu apartamentin më të shtrenjtë në vendodhjen më të mirë nga një prej projekteve të kompanisë. Ai fitoi mbi $200,000 komision dhe më pas dha dorëheqjen menjëherë. Kolegët dhe menaxheri i tij u habitën. Disa muaj më vonë, vlera e projektit u rrit. Kur e shiti përsëri apartamentin në katin e fundit, ai fitoi edhe $200,000 të tjerë. Pastaj shkoi të punonte si shitës në një koncesionar Ferrari. Një ditë, një grua e pasur hyri në sallonin e ekspozitës, tregoi modelin më tërheqës dhe pyeti për çmimin. Ai u përgjigj, $5 milion. Ajo nuk hezitoi dhe nxori kartën e saj për të paguar. Pastaj ngriti kokën dhe pyeti, apo jam shumë impulsiv? Nëse do t'ishit shitësi, si do të përgjigjeshit? Të thuash jo, mund të t'ingëlloje pasinqert, por të thuash po, mund të rrezikonte humbjen e shitjes. Ai dha një përgjigje të zgjuar. Zonjë, kur e ngisni këtë Ferrari në rrugë, të gjithë do të çmenden për të. Shumë njerëz do të vepronin impulsivisht, por vetëm ju mund ta përballoni atë impuls. Të tjerët mund të shikojnë vetëm me zili. Gruaja buzëqeshi dhe menjëherë përfundoi blerjen. Pasi mbylli shitjen, ai shkoi në shtëpi dhe e pyeti baban e tij, multimilionerin. Baba, a duhet t'i ftoj kolegët e mi me një vakt me këtë komision? Kam frikë se mos janë xhelos dhe flasin keq për mua. Baba i tij tha, mos e bëj këtë. Shko dhe falenderoje drejt për drejt atë zonjë. Të ftosh kolegët e tu është e kotë. Do të harrojnë sapo të largohesh, por mbajtja e lidhjeve të vlefshme do të hap mundësi të panumërta për ty. Kështu që djali ndoqi këshillën e tij. Në më pak se një muaj, gruaja u kthye për të shkëmbyer Ferrarin e saj me një model më të shtrenjtë, duke paguar një çmim më të lartë. Ai fitoi edhe $80,000 komision. Ai e pyeti përsëri baban e tij, a duhet ta ftoj tani me një vakt? Babai i tij tundi kokën. I jepi $50,000 në para të gatshme. Djali u ankua se ishte shumë, por e bëri gjithsesi. Disa ditë më vonë, gruaja solli 2 miq dhe secili bleu nga një Ferrari. Ai fitoi edhe $160,000 komision. Djali më në fund e kuptoi mësimin. Që atëherë, sa herë që gruaja i prezantonte një mik, ai e ndante komisionin me të, së bashku me një dhuratë të vogël për kujtimore. Në më pak se një vit, ai kishte fituar $2 milion. Kompania madje i dhuroi një Ferrari për performancën e tij të shkëlqyer. Më vonë, kunati i tij u interesua për Mercedes-Benzin e tij të vjetër dhe ofroi $55,000 për të. Por babai i tij milioner i tha, vlerësoje me $250,000. Kunati refuzoi, duke e quajtur të shtrenjtë dhe u ankua se edhe njerëzit e pasur duan të përfitojnë nga familja. Djali nuk e kuptoi, derisa babai i tij shpjegoi. Shit makinën një të huaj për $250,000. Pastaj, jepi kunatit tënd $50,000 dhe i thuaj se me këto para, plus $150,000 që ke tashma, mund të blesh 2 makina të reja. Nëse do t'ja kishe shitur direkt për $150,000, ai nuk do të kishte falenderuar, do të kishte menduar se po përfitoje prej ti, por duke e shitur për $250,000, i tregoni atij vlerën e vërtet. I jepni $50,000 dhe prap mbani $200,000. Tani ai ju detyrohet një nder që nuk mund ta kthej kurrë. Gjëja më e fuqishme në botë
nuk është paraja ose pushteti, është një mënyrë e të menduarit. Prandaj, mos i mësoni kur fëmijët tuaj të jenë të bindur dhe punëtor. Njerëzit e pasur, kur rritin fëmijët e tyre, sigurohen që brezi i ardhshëm ta zotrojë natyrën njerëzore në artin e strategjisë. Njerëzit e varfër, nga ana tjetër, i regjistrojnë fëmijët e tyre në kurse të ndryshme vallëzimi dhe aftësi profesionale çdo ditë, pavarësisht se sa mirë vallëzon fëmia juaj, ato janë thjesht argëtim për të pasurit.